Assalamu alaikum rahmetullahi wa barakatuh. Të nderuar të shikues, ja kur I takuam sërish në ciklin e emisioneve shpjegimi I haditheve profetike, jemi me imamin e nderuar Hoxhën Ahmed Kalaj. Mirë se erdhë Hoxhën nderuar. Mirë se vjen. Hoxhën nderuar, sot do flasim për një hadith të bukur I cili flet për përmendjen e Zotit. Mbasi thoni tekstin e hadithit, më pas vijojmë në shpjegimin e tij. Abdullah ibn Busr është një sahabi I vogël, kështu quhet sepse është sahabi bir sahabiu, tregon se ka qenë një ditë në një mexhlis, pra një takim ku vjen një burr le të themi I moshuar te I dërguar Allahut sallallahu alajhi wasallam dhe I thotë dërguar Allahut, le të themi këto normat e Islamit më janë rënduar. A më tregon diçka që mua më lehtëson dhe është e lehtë për ta bërë? I dërguar Allahut sallallahu alajhi wasallam I tha, gjuha jote le të jetë gjithmonë e lagësht nga përmendja e Zotit. Atëherë Hoxhën nderuar, ndonjë histori konkrete rreth sahabit Abdullah ibn Busr. Sahabiu siç e thamë është sahabi prej sahabeve të vegjël, radhiyallahu ta'ala anhum. Ka gjëra interesante, do të thonë ai ka transmetuar pak hadithe, afërsisht 10 hadithe, po është prej sahabëve që kanë jetuar në Sham për një derisa kanë ndruar jetë, është sahabiu I fundit që ka ndruar jetë në Sham. Tregon një herë thotë na erdhi një herë thotë dërguar Allahu sallallahu alajhi wasallam në shtëpi, pra hëngri aty tek ne thotë, dhe pastaj më pa mua dhe ma vuri dorën në kokë dhe tha, ky djalosh do të jetojë një shekull. Dhe me të vërtetë Abdullah ibn Busr ka ndruar jetë në moshën 100 vjeçare, radhiyallahu anhu, Zoti qoftë I kënaqur prej tij. Për gjë interesante është se është prej sahabëve që kanë shkelur në Kipro. Pra ka qenë pjesë e ekspeditave islame që kanë ardhur deri në Kipro. Pra është prej sahabëve që kanë ardhur deri afër nesh, domethënë le të themi kështu. Ka ndruar jetë në kohën e Muawiyes, pra kur ka qenë në Sham, pra është sahabiu I fundit që ka ndruar jetë. Hoxhën nderuar, ai personi I cili erdhi te profeti alayhis salam thotë më është shtuar legjislacioni, po e quaj. A mund ta përmendni domethënë çfarë përmban brenda legjislacioni islam, duke filluar domethënë nga gjërat konkrete siç është ujërat e deri tek çështjet e gjykimeve? Ai tha, domethënë më kanë rënduar, domethënë dhe fjala më kanë rënduar këtu sepse këtu mund të ketë një keq kuptim dhe keq interpretim. Më kanë rënduar me kuptimin adhurimet le të themi vullnetare. Sepse sahabët, shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, nuk bëhej fjalë që t'i rëndonin ata 5 vaktet apo t'i rëndonte Ramazani, nuk bëhej fjalë që t'i rëndonte. Fjala e sahabiut më kanë rënduar gjërat pra me kuptimin e adhurimeve vullnetare, sepse ata kanë pas një traditë. Nëse e bonin diçka, donin të vdisnin me atë gjë. Nëse jepnin premtimet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se ta bëjmë diçka siç ishte rasti Abdullah ibn Amr ibn Asit, donte ta bonte atë deri në fundit dhe tha sikur ta kisha bërë lehtësimin që më dha pejgamberi sa. Edhe ky sahabi këtu kur tha më janë rënduar, nuk ka për qëllim, domethënë se aty lej namazet pa fal, mos ta bëj Ramazan, jo, ka për qëllim adhurimet nafile. Pra ka një tolerancë për mua që mos të lodhem më se trupi shëndeti, mosha e vjetër. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam duke parë situatën e tij tha po, përmend Zotin. Pra nuk kemi detyruar le të themi ose nuk ke pse të ndihesh siklet, pse në këtë moshë nuk po agjon një ditë po një ditë jo, ose nuk po agjon të njëjtë, ose nuk po falësh 2 orë natën. Ke tolerancë, sepse është një lloj le të themi smundje dhe kjo, një lloj rëndese trupore dhe kjo fizike, dhe Islami në natyrën e vet gjithmonë ka lehtësim për kategori të tilla njerëzish. Dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që ky sahabi mos ndihet keq, se o bobo çfarë mund të kem lëmë unë nga feja pa bërë, s'po I bëj më ato gjërat, mos jam munafik, mos jam kthyer në hipokrit, mos më ka rënë besimi, duhet I ri strikt deri në fund atyre gjërave që kam bërë kur kam qenë I ri, profeti tha, s'ka gjë, përmend Zotin. Pra bëj farzet, bëj detyrat, bëj le të themi këto gjërat që janë ditore, bëj atë që është vjetore, që është Ramazani, dhe pjesën tjetër kompensoje me përmendjen e Allahut. Gjë që tregon se domethënë përmendja e Zotit pas ka një vlerë të madhe tek Zoti I gjithësisë dhe me të njeriu mund të kompensojë shumë, le të themi, shumë deficite që mund të ketë në adhurimet vullnetare. Hoxhën nderuar, personi I cili erdhi te profeti alayhis salam e pyeti atë ose konstatoi dhe tha që me të vërtetë thotë sheriati Islam, pra sheriatu Islam është zmadhuar ose është bërë e rënd për këtë si person. Çfarë kuptojmë ne me sheriati Islam? Shumë interesante se pyeti, sepse njerëzit fatkeqësisht ose dashakeqet e Islamit fjalën sheriat nuk kuptojnë vetëm atë prerjen e kokës dhe dorës. Po faktikisht kjo nuk është thjesht diçka që duhet personifikohet fjala sheriat me të. Fjala sheria do të thotë fe dhe besim.
që do të thotë nënkupton njësimin e Zotit, mënyrën se si njeriu duhet besoj Zotin, mënyrën se si njeriu duhet adhuroj Zotin, le të flasim tek abdesi, pastrimi, namazi, haxhi, agjërimi, zakati kështu me radhë, tek mënyra se si njeriu duhet ndërtojë marrëdhëniet e tij shoqërore, për sa i përket martesës, deri tek kapitulli i mbrojtjes dhe i luftës dhe gjithçka. Pra, sheria nënkupton fe dhe besim. Për këtë arsye tha Zoti në Kur'an, të ka zbritur ty sheria njësoj si profetët përpara teje, pra fe dhe besim, njësoj si profetët përpara teje. Pra fjala sheriat nuk duhet kuptuar vetëm tek një segment i kodit penal islam. Sheria do thot ligji i Zotit, që do thot feja dhe besimi. Kështu që të besosh një Zot është sheriat, është fe dhe besim. Të marrësh abdes është fe dhe besim. Po të shkosh në haxh është fe dhe besim. Po sillesh mirë me prindin është pjesë e sheriatit islam. Sillesh mirë me fëmijën është pjesë e sheriatit islam. Fjala sheria nuk është ai kuptimi i ngushtë që dikush do ta paraqesë apo kuptimi i keq, në thojza ose keq citim. Pra, fjala sheria nuk kupton gjithë fenë edhe besimin e njeriu në të gjitha detajet e veta. Për këtë arsye dhe ky sahabi, dhe fjala sheria nuk kupton gjithashtu çfarë është e obliguar dhe çfarë është e obliguar dhe ndaluar, jo, çfarë është e obliguar dhe çfarë është fakultative. Edhe pjesa fakultative që bëjmë ne për shembull agjërimi i ditë po i ditë, jo, agjërimi i tënës dhe i tejtës, falja namazit natës, leximi i Kuranit, dhënia sadekas, është edhe kjo sheria është, por nuk është obligative, është fakultative. Sahabiu i nderuar ka qenë ngarkuar te kjo pjesa fakultative. Mirë po mosha bën veten e gjitha dhe tha pejgamberi jam i rënduar tha. Si t'ja bëj? Ta pejgamberi përmend Zotin. Dhikri i Zotit është gjë më e madhe siç thot Allahu në Kur'an. Tani, sa lloje është dhikri ose përmendja e Zotit në Islam dhe si është ajo? Allahu xhalla xhelaluhu e ka përmendur dhikrin si gjën më të mirë dhe më të lartë dhe më të bukur dhe më madhështore që mund t'i kushtojë njeriu Zotit të tij. Madje edhe adhurimet që bëhen në Islam nuk janë gjë tjetër vetëm se një formë e dhikrit, pra e përmendjes së Allahut. Sikur mos kishte ajet kuranor që flet për dhikrin vetëm si një ajet. Fadhkuruni yadhkurkum do të ishte më se mjaftueshme që njeriu mos i ndahet dhikrit sa të jetë gjallë. Më përmendni mua se unë do t'ju përmend juve. Pra, përmendja e Zotit bën që ty të përmendi Zotin, e ku ka mirësi më të madhe se sa një njeri si ne, domethënë ta përmendi vetë Allahu në botën e melajkeve, të dali emri jon tek bota e qiellit, tek bota e melajkeve. Për këtë arsye domethënë është siç thot në ajetin tjetër, është gjëja më e madhe që bën njeriu, gjëja më e madhe që mund të bëjë njeriu është dhikri. Duke qenë se ju bot pyetjen sa janë llojet e adhurimit në Islam, dhikrit në Islam. Llojet e dhikrit në Islam janë dy. Llojet e dhikri i gjuhës, pra që njeriu përmend Zotin duke lavdëruar, duke madhëruar, duke dlirësuar, duke e njësuar, dhe dhikri nëpërmjet le të themi veprave, adhurimet që janë një formë dhikri. Për shembull, siç i tha Zoti Musait, aqimis salate li dhikri. Falë namazin për të përmendur mua, pra sikur po i thot Allahu Musait alayhis salam, nëse do të më përmendësh, mënyra më e mirë për të përmendur mua është pikërisht falja e namazit. Për shembull kemi rastin e haxhit. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam thotë inna ju'ila tawafu bil bayt was-sa'i bayna as-safa wal marwa wa ramyul jamarat li iqamati dhikrillah. Tawafi rreth Ka'bes, sa'i, gjuajtja e gurëve janë bërë enkas që të ngrihet dhe të lartësohet emri i Allahut, pra të përmendet Zoti sa më shumë. Për këtë arsye për shembull po ta shohësh adhurimin e haxhit nga fillimi i vet deri në fundin e tij, labbaik Allahumma labbaik, madhrim ndaj Zotit. Po gjatë haxhit Allahu Ekber, kur gjuhen gurët, kur ngjitesh në Safa, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilaha illallah. Pra gjithmonë përmendja e Zotit, gjithmonë përmendja e Zotit. Le të vim për shembull tek adhurimet e tjera. Kemi për shembull adhurimin e agjërimit, niset me dua, mbyllet me dua. Edhe duaja është një formë prej formave të dhikrit të Allahut. Pra adhurimi i dhikrit ka dy forma. Adhurimi i thjesht, pra duke thjesht përmendur Zotin, dhe adhurimi nëpërmjet veprave tona, pra nëpërmjet disa veprave. Janë disa adhurime që janë, domethënë, të përkthyera si formë madhërimi ndaj Zotit xhel xhelalu, si një formë dhikri për Allahun xhel xhelalu. Normalisht që më shumë dikur flitet për fjalën dhikr, nënkuptohet dhikri i gjuhës. Më shumë dikur flitet për fjalën dhikr, nënkuptohet ky i pari, pra përmendja e Zotit nëpërmjet gjuhës. Ajo që njohin teleshikuesit tanë është pikërisht ai zakoni që çdo punë e mirë duhet filloj me emrin Bismillah. A është kjo një pjesë e dhikrit?
edhe fjala bismillah është, le të themi pra, kemi disa terma, le të themi për dhikrin e Zotit. Kemi bismillahin, kemi elhamdulillahin, që do të thotë falënderim i takojnë Zotit. Kemi la ilaha illallah, nuk ka Zot të vërtet dhe që meriton të adhurohet përveç Allahut. Kemi për shembull Allahu Ekber, Allahu Zoti është më i madhi. Kemi la haula wala quwwata illa billah, që do të thotë nuk ka forcë dhe fuqi dhe pushtet për të arritur mirësit apo për të ruajtur nga të këqijat vetëm se me fuqinë dhe forcën dhe pushtetin e Zotit. Kemi le të themi lutjen e Yunusit alayhis salatu wassalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, edhe kjo është një formë dhikri. Kemi për shembull la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu al-mulku wa al-hamdu wa ala kulli shay'in qadir. Kemi për shembull dhikrin e mëngjesit, kemi dhikrin e darkës. Pra dhikri është shumë i shtrirë për çdo moment të jetës. Qysh kur zgjohemi nga gjumi, kemi një formë dhikri. Kur shtrihemi për gjumë, kemi një formë dhikri. Kur dalim nga shtëpia, kemi një formë dhikri. Kur futemi në shtëpi, kemi një formë dhikri. Kur futemi në xhami, kemi një formulë, le të themi dhikri. Kur dalim nga xhamia, kemi një formulë dhikri. Kur shkojmë treg, kemi një formulë dhikri. Kur bie shi, ka formulë dhikri. Kur nisim udhëtimin, ka formulë dhikri. Kur hipim në automjet, ka një formulë dhikri. Kur takojmë njerëzit, ka formulë dhikri. Pra, kur shkojmë në shtrat me bashkëshorten tonë, ka formulë dhikri. Kur futemi në banjo, ka formulë dhikri. Kur dalim nga banjoja, ka formulë dhikri. Pra në çdo detaj të jetës ka një formulë. Kur hajmë bukë, ka formulë dhikri. Kur çohemi nga buka, ka formulë dhikri. Pra në çdo detaj të jetës ne kemi një formulë dhikri. Dhikri do të thonë të përmendje Zotit, gjë që tregon se përmendja e Zotit pas ka një vlerë shumë të madhe tek Zoti i gjithësisë. Për këtë arsye dietarët bezmazbrezi kanë bërë libra që quhen el-adhkar, ose siç është libri mburoja e muslimanit, në mënyrë që i besimtarët i orientojnë për mënyrën se si duhet ta përmendin Zotin në çdo detaj të jetës së tyre. Pra, kur murmurin ka një lloj dhikri, pra, do të thonë gjitha detajet e jetës e kanë një dhikër, pra një lloj përmendje Zotit. Pse? Sepse çdo detaj i jetës tonë është i zhvilluar nga Zoti dhe me lejen e Zotit dhe i krijuar nga Zoti. Atëherë logjika është dhe normale, përderisa kjo gjë zhvillohet prej Zotit dhe është e Allahut, atëherë unë e përmend Allahun në çdo detaj të jetës time dhe për këtë arsye besimtarët, domethënë besimtarët e vërtet janë shumë të dhënë mbas dhikrit, e përmendin Zotin shumë, sepse faktikisht, siç është dhe një ajet kuranor, aty njeriu gjen ushqimin e shpirtit, aty njeriu gjen qetësinë e zemrës. Thot Zoti në Kur'an, "Ela bi dhikrillahi tatma'innul qulub", me përmendjen e Allahut qetësohen zemrat dhe qetësohen shpirtat. Një ditë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ju tha sahabëve, aty tregoi tha për diçka që është më e vlefshme tek Zoti i gjithësisë se sa të jepni ar si sadaka, se sa të jepni argjend si sadaka, se sa të luftoni në rrugë të Zotit e t'ju vrasin, pra edhe sikur të ikni nga kjo botë, është më e vlefshme, tha. Than, po si o i dërguar Allahut? Tha, përmendja Allahut është më e vlefshme se të gjitha. Ose tha në hadithin tjetër, sabaqal mufarridun. Tha, kanë kaluar në grada të larta ata të cilët janë mufarridun. Tha, në pejgamberi Zot, po çfarë është mufarridun? Tha, adh-dhakirun Allaha kathiran wa adh-dhakirat. Ata që e përmendin Allahun shumë dhe ato që e përmendin Allahun shumë. Dhe ajeti kuranor, kur Zoti flet për besimtarët që falin namazin, që japin zakatin, që japin sadaka, që agjërojnë, që në fund fare tha, wa adh-dhakirun Allaha kathiran wa adh-dhakirat a'adda Allahu lahum maghfiratan wa rizqan karima. Dhe ata që e përmendin Zotin shumë dhe ato që e përmendin Zotin shumë, Allahu ka përgatitur për ta falje jashtëmase dhe furnizim fisnik, pra shumë të mirë dhe shumë të përzgjedhur nga Zoti për ta. Për gjërave të bukura për shembull është fjala e Zotit në Kur'an, thotë wal baqiyatu salihatu khayrun inda rabbika thawaban wa khayrun amala. Fjalët që mbeten dhe nuk shuhen kurrë. Pra kur ne e përmendim Zotin dhe themi subhanallah, elhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, këto fjalë që ne i themi mbeten, nuk shuhen kurrë. El baqiyat as-salihat. I dërguar Allahu s.a.s. tha, el baqiyatu salihat janë subhanallah, elhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ose hadithi tjetër që tha, aty u tregoj se cilat janë fjalët më të dashura tek Zoti i gjithësisë. Fjalët që Zoti do më shumti. Than po pejgamberi Zotit tha, subhanallah, elhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Hadithi tjetër kur njeriu tha e përmend Zotin, fjalët që ai nxjerr nga goja e tij shkojnë dhe rrotullohen rreth arshit dhe spushojnë deri në ditën e Kiametit. Do të thonë mirësi e madhe dhe begati e madhe në momentin që përmendet Zoti, por ka edhe gjë tjetër të bukur që është shumë interesante përmendja e Zotit dhe shpresoj që kjo le të jetë, do të thonë le të them prapë një shtytës kryesor që është
për gjithë teleshikuesit. Kur ne përmendim Zotin, na afrohen me lajket dhe largohen shejtan. Sa herë përmendim Zotin, na afrohen me lajket dhe na largohen shejtan. Dhe kur nuk e përmendim Zotin, apo kur nxehemi, apo kur mërzitemi, na afrohen shejtan dhe largohen me lajket. Për këtë arsye besimtari, domethënë, në momente të caktuara kur e shef veten si nuk është në rregull apo është mërzit apo është nxeh, le të përmendi Zotin. Sa afrohen me lajket dhe largohen shejtan prej tij, pra largohen djajt. Gjë tjetër shumë interesante që edhe vetë pejgamberi Islam tha, janë dy gjëra të lehta tha, po që njerëzit domethënë nuk i kushtojnë rëndësi, po ta bonin do të fitonin shumë. Pra është diçka e lehtë, siç i tha këtij sahabiut. Okej, i rënduar ti me adhurime të vullnetare, s'ka problem, përmend Zotin. Pra e thjesht shumë. Tha janë dy gjëra tha që po ti bëni do të fitoni shumë dhe janë shumë të lehta. Tha, si? Tha sikur ju mbas namazit. Thoni vetëm 10 herë, ne themi 33, elhamdulillah, 33, 38, 30. Po sikur thoshi vetëm 10. Subhanallah. Elhamdulillah, Allahu Ekber. Tha tek ju 150, tek Zoti 1500. Si tek ju 150? Pra 5 namaze. 10, 10, 10, tek ne sa u bon? 30. Shumëzim për 5 namaze 150. Tek ju tha 150. Tek Zoti 1500. Pastaj tha para gjumit 33 subhanallah, 33 elhamdulillah, 34 Allahu Ekber, tha tek ju 100, tek Zoti 1000. Tani këto 1000 edhe 1500 sa u bën gjithsej? 2500. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Zoti me këto 2500 ju fshin 2500 gjunahe. Pastaj tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, pyetje retorike, pse ka ndonjë për ju që bën 2500 gjunahe në ditë? Ka një që po 2500 gjuna, vetëm që ne i marrum fare që me po 2500 gjuna në ditë. Domethënë këto 2500, le të themi lloj forma të dhikrit, fshin 2500 gjuna të njeriu. Po ai që e bën 100 herë mas çdo namazi, 100 herë 5, 500. Ke Zoti sa shkruhen? 5000. Edhe 100 darkët, ke Zoti shkruhet 1000, 6000. Ka njëri që bën 6000 gjuna, s'ka njëri që bën. Pra me kuptimin që sa herë që përmendim Zotin, ose na fshihet një gjuna, nëse s'kemi gjuna, ngjitemi një shkallë lart. Kështu që përmendja e Zotit, domethënë, ka një shije, ka një ëmbëlsi, ka një mirësi dhe ka një begati që nuk ai që mësohet me të nuk e lëshon kurrë. Për këtë arsye, le të themi njeriu që më shumë të e ka përmend Allahu nga qenë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe shokët e tij. Normalisht me një përmendje shumë le të themi intime, jo përmendje grup apo kor apo në forma të cilat domethënë ne shohim nganjëherë lloje dhikrit që bëjnë njerëzit e tjerë që faktikisht pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk i ka bërë. Thot Zoti në Kur'an: "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa dun al-jahri min al-qawl." Përmend Zotin veten tate, mesatar, pra pa bërtit edhe jo pa bërë fare, se kemi edhe njerëz që thotë unë e përmend Zotin, si e përmend Zotin ti? Thotë e përmend me mend, kë nuk quhet përmendje, kë quhet mendim për Zotin ose të menduarit për Zotin. Hoxhë nderuar, kemi disa lloj dhikrash dhe ju përmendni disa prej tyre. Është një dhikr i cili profeti Muhammed alayhis salatu wasalam thotë, nëse personi e thot atë, është i ruajtur për shejtanit. Kush është ky? La ilaha illallahu wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Kush e thot këtë dhikr 10 herë, më fal 100 herë për sabah ose për akşam, Allahu xhelal xhelalu i jep 100 mira, i fshin 100 gjuna dhe do të jetë i mbrojtur, do të ketë një mburoj thot prej shejtanit, pra nuk do të ketë mundësi xhin të shejtan të afrohen deri në darkë. Nëse thot darkë deri në mëngjes, pra është i mbrojtur. Po leximi i Kuranit a konsiderohet një formë e dhikrit? Po, leximi i Kuranit është një nga format e dhikrit. Madje, le të themi në top list qëndron leximi i Kuranit si forma më e lartë e përmendjes Allahut. Pastaj vijnë fjalët e zgjedhura dhe të dashura të Zotit, subhanallahu alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Pastaj vijnë subhanallahi alazim, subhanallahi wa bihamdihi, që thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, dy fjalë të lehta për gjuhën, të dashura tek i gjithë mëshirshmi, por që peshojnë shumë në peshorin ditës Kiametit, subhanallahi alazim, subhanallahi wa bihamdihi. Pastaj vjen la haula wala quwata illa billah, për cilën pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, është një thesar prej thesareve të xhenetit. Pra nëse subhanallahu alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar, le të themi janë palma dhe pemë xheneti, la haula wala quwata illa billah është le të themi një nga thesarët
e xhenetit. Pastaj vijnë të gjitha llojet e dhikrave të tjera. Pse vijnë mbas këtyre? Sepse janë në momente të caktuara, ndërsa këto janë të hapura. Ndërsa këto të tjerat janë të hapura për kuptimin mund t'i bësh në çdo kohë, në çdo vend. Dhe gjëja e bukur që ka dhikri është se nuk ka nevojë të jesh me abdes. Mund të jesh edhe xhunup. Pra mund të jesh edhe që ke nevojë për dush, po mund të përmendesh Zotin. Nuk ka nevojë për abdes, nuk ka nevojë të drejtohesh nga kibla dhe nuk ka nevojë të jesh i mbuluar pra me kuptimin siç mbulohet për shembull le të themi motra muslimane kur fal namaz. Mund ta bëj dhikrin edhe pse mund të jetë zbuluar ose mashkull për shembull duke qenë në gjumë, mund ta përmendë Zotin kur çohet më një herë, pra nuk është kurrë patjetër duhet vishet një herë, pastaj të përmendë Zotin apo të marrë abdes pastaj përmendë Zotin. S'ka lidhje. Pra është adhurimi i dhikrit prej adhurimeve më të lehta, por që faktikisht peshën e ka shumë të madhe. Ku qëndron sekreti? Sekreti qëndron se dhikri të lidh me Zotin më një herë. Pra të bën ty të jesh i lidhur me Zotin më një herë për këtë arsye dhe e ka peshën shumë të madhe. Për këtë arsye thon dietarët e Islamit, dhikri është dy llojesh. Dhikr i menduar, pra që njeriu e mendon se ç'po thot dhe reflekton nëpërmjet këtij dhikri në jetën e tij, dhe dhikr që akoma njeriu nuk e ka arrit këtë fazë. Për shembull, ne e përmendim Zotin mas namazit dhe subhanallahu alhamdulillah la ilaha illallah. Edhe nuk është se meditojmë, ky faktikisht pranohet, po edhe ky pranohet. Po ky tjetër ka shpërblim më të madh. Pra në momentin që ne sa herë themi subhanallah, çojmë mend kuptimin, elhamdulillah çojmë mend kuptimin, këtu e ka shumë vlerë më të madhe sa një rast kur njëri thjesht i bën, po nuk ka edhe kohë ndoshta të meditoj në kuptimin e saj, po edhe këtu e merr shpërblimin, po këtu shpërblimi është më i madh. Hoxhë nderuar, nga hadithe profetike na vjen sikur besimtari e ndërton xhenetin e tij, pra botën tjetër me dhikrin e tij. Pra nëse thu një dhikër mbjell një pemë, por nëse thot profeti Muhammed alayhis salam, një dhikër të tjetër ndërton një shtëpi. Kush është ky dhikër se është kaq i veçantë sa besimtari ndërtoka një shtëpi me këtë dhikër në xhenet? Kemi dy situata interesante në Islam që është thënë për ndërtim, le të themi kështjell apo shtëpi në xhenet. Kemi leximin e surës Kul huwallahu ahad 10 herë dhe kemi faljen e 12 rekateve nafile në një ditë natë. Në këto dy raste është përmendur në hadith, po kemi edhe një rast tjetër faktikisht, por nuk ka të bëjë me dhikrin, kush e lën, domethënë debatin, edhe pse është në të vërtetën, po thjesht për të ikë konfliktit, dhe ky është një rast tjetër. Pra ideja është domethënë që përmendja e Zotit ka të bëjë direkt edhe me zemrën, edhe me shpirtin, edhe me djallin që largohet, po edhe me melajket që afrohen, po edhe me xhenetin, domethënë që ti e ke në dorë vetë ta kur shkoi pejgamberi i Zotit sallallahu alajhi wasallam natën e Isras dhe Mirajit, takoi Ibrahimin alayhis salam dhe i tha o Muhammed, kur po ikte pejgamberi sa tha o Muhammed, tha çoj prej meje ummetit tënd selam alayhi salatu wasalam. Dhe thuaj umetit tënd, xheneti është tokë pjellore, po është e djerë. Tokë pjellore, po e djerë. Dhe mbjellja e saj bëhet me subhanallah, elhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Hoxhë nderuar, është një dhikër i veçantë, i cili nëse besimtari e bën këtë dhikër, atëherë Allahu dërgon bekime mbi këtë person. Cili është ai? Po e bëjmë kështu ne, domethënë që edhe teleshikuesit ti mbajnë, ti fiksojnë më mirë, është dhikri i salavatit mbi pejgamberin alayhis salatu wasallam. Pra fjala jon Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammed kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë, sa herë që ju çoni salavat mbi mua, Zoti ma çon melekun i cili ja çon sinjalin pejgamberit alayhis salatu wasallam. E para gjë, e dyta gjë, thotë kush bën një herë salavat mbi mua, Zoti i madh 10 fish derdh bekim mbi atë, sepse salavati është një lutje bekimi për profetin alayhis salatu wasallam dhe për Ibrahimin alayhis salatu wasallam. Ne muslimanë pra bekojmë emrin e profetit ton, lutemi për bekimin dhe emrin e Ibrahimit alayhis salatu wasallam. Zoti 10 fish na derdh neve këtë mirësi dhe këtë begati. Nuk ka, domethënë, prej formave gjithashtu më të mira dhikrit Zotit. Për këtë arsye në Islam, le të themi është prej sunetit që minimalja 10 herë në mëngjes dhe 10 herë në darkët muslimanët duhet binë salavat mbi pejgamberin sallallahu alajhi wasallam me salavatin e plot, se kështu sallallahu alaihi wasallam apo alayhi salam e themin e gjatë gjithë kohës. Hoxhë nderuar, ju e thatë shumë bukur, domethënë që dhikri ndaj Zotit, domethënë e qetëson zemrën e njeriu. Por është një dhikër i veçantë i cili e mbron besimtarin kur ai e bën këtë dhikër. Kush është ai? Ai dhikër është faktikisht fjala e pejgamberit alayhis salatu wasalam, a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë, kush e thot këtë dhikër dhe rrit diku, Zoti do ta mbrojë, nuk do t'i ndodhi asgjë e keqe. Dhe ka një histori interesante.
sahabiu i cili e ka transmetuar këtë hadith gjithmonë e thoshte. Thot një herë thot u ula diku thot, edhe gjithmonë e thoshte fjalën a'udhu bi kelimati llahi tammati min sharri ma khalaq. Si përkthehet kjo fjalë? I kërkoj mbrojtjen Zotit me fjalët e tij të bekuara që të më ruaj nga çdo gjë e keqe që ka krijuar. Pra është madhështore si dhikr. Thot ky sahabiu gjithmonë e bësha këtë dhikr. Një herë thot u ula diku në pyll, thot dhe më pickoi një akrep. Dhe tani thot mendojsha, e bëra kur u kujtova thot nuk e kisha bërë dhikrin. Pra këtë dhikrin nuk e kishte bërë, i ndodhi me fjalë. Pra me kuptimin sa herë neve na ndodh në jetë që ulemi diku, rrim diku edhe nuk përmendim Zotin, apo nuk e bëjmë këtë lloj dhikri, edhe mund të ndodhi diçka e keqe, domethënë, kështu që është duhet thënë me besim. Ky është kushti, duhet thënë me besim, jo thjesht domethënë jo kështu. Po kështu prej dhikrave të bukur që pejgamberi sa ka dhe kuptim të drejt për drejt me pyetjen tënde, është dhikri Bismillahi alladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa samiul alim. Po faktikisht kjo thuhet 3 herë në mëngjes dhe 3 herë në darkët. Po kjo si përkthehet? Përkthimi është me emrin e Zotit, që me emrin e tij nuk dëmton dot asgjë në qiell dhe në tokë, ai është shikuesi, ai është dëgjuesi. Allah të shpëbleft hoc, të nderuar të shikues, shkëputemi për pak minuta dhe vazhdojmë në pjesën e dytë të emisionit tonë. Të nderuar të shikuesja, kur i takuam sërish në pjesën e dytë të emisionit, jemi duke folur për dhikrin, për emrin e Zotit. Hoxhë nderuar, një nga problemet që kemi në troje shqiptare, sidomos nga sulmet që na vijnë për atyre njerëzve të cilët nuk janë islam dashës, po e quaj unë, është problemi që ato kanë me ezanin. Ato nuk e kuptojnë ezanin. Është ezani një formë e dhikrit dhe çfarë kuptimi ka ai? Fi buyutin adhina Allahu an turfa wa yudhkara fi ismuhu. Ka, thot Zoti në Kur'an, faltore në tokë, shtëpia në tokë, kështu i ka quajtur xhamin, që Zoti ka lejuar në to të ngrihet me zë të lartë emri i tij. Dhe prej përmendjes Zotit me zë të lartë është ezani. Ezani, ata që le të themi nuk e kuptojnë, po ta dinin se çdo thot ezani do të mahniteshin, do të mrekulloheshin. Pse? Ezani ka Allahu Ekber, që do thot Allahu Zoti është më i madh. Ezani ka ashhadu an la ilaha illallah, nuk ka zot tjetër të vërtetë dhe që meriton të adhurohet përveç Allahut. Ashhadu anna Muhammeden Rasulullah, dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi është dërguar i Allahut. Hayya ala salah, ejani, mblidhuni për të falur namazin. Ejani në shpëtim, hayya al falah. Pra, domethënë kuptimi i ezanit është ky. Përse ai thuhet në gjuhën arabe? Thuhet në gjuhën arabe sepse është simbolistik dhe kumt unifikues. Pra, sepse Islami është një fe universale, nuk ka ardhur vetëm për një popull të caktuar. E duke qenë se është fe universale, janë disa le të themi rite që bëhen në një gjuhë unifikuese për të gjithë, në mënyrë që besimtari, qoftë anglez, qoftë francez, qoftë italian, qoftë le të themi japonez, në momentin që dëgjon ezanin dhe ndodhet në Shqipëri, apo ndodhet në Turqi, apo ndodhet le të themi në Francë, dëgjon ezanin e kupton që bëhet fjalë për hyrjen e kohës namazit, domethënë se ka hyrë koha e namazit. Pra është unifikuese, është paqe, është qetësi, është përmendja e Zotit, domethënë kur thirret ezani thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, djajt vrapojnë, ikin me vrap. Edhe këta njerëz që i tremb ezani apo nuk e pëlqejnë ezanin, i ka pushtuar faktikisht një rrymë negative. Për këtë arsye edhe bëhen keq kur thirret ezani, se të ishin njerëz normal, ka shumë të tjerë që nuk janë musliman, apo janë të besimeve të tjera, i kënaq ezani, i mrekullon ezani. Dhe ka shumë njerëz që unë kam lexuar historitë e tyre që janë bërë musliman vetëm për shkak të ezanit. Sepse ai ka një melodi të caktuar, ka një intonacion të caktuar, ka një mënyrë të mrekullueshme se si thirret, se si le të themi aplikohet, gjë që e mahnit njeriu. Gjë që me të vërtetë e bën njeriu të ndjehet i mrekullueshëm, sepse është një thirrje se Zoti është më i madh se gjithçka dhe se ky Zoti është i vetëm dhe s'duhet adhuruar askush përveç tij, dhe se Muhamedi është hula e profetëve dhe i dërguari i tij, o njerëz, ejani të faleni se këtu është shpëtimi. Pastaj çfarë mbyllet? Allahu është më i madh, ai është Zoti i vetëm. Pra gjithë jeta e njeriu duhet të organizohet për Zotin dhe duhet të ketë raportet njeriu duhet të ketë vetëm me Zotin.
se çdo gjë tjetër është e përkohshme, çdo gjë tjetër është e momentit dhe çdo gjë tjetër është e lidhur me interesin. Zoti jo. Zoti nuk ka interes. Sepse ne kemi nevojë për Zotin, për Allahun, ndërsa Allahu është ai i cili nuk ka nevojë për ne. Këta njerëz kanë probleme edhe me trashëgiminë kulturore. Pra ezani nuk është diçka që ka lindur sot dhe duhet debatuar. Ezani është i trashëguar brez mas brezi dhe shekull mas shekulli. Dhe ne do të ecim në atë traditë që na është lënë. Dhe ne nuk do të lejmë traditën tonë kulturore, trashëgiminë tonë kulturore, fetare për disa njerëz që janë, domethënë, me të vërtetë njerëz që kanë problemet e tyre dhe nuk është ezani ai që u ashton problemet, po ta kuptonin ezanin dhe po t'i përgjigjeshin ezanit, vallai për Zotin do të dilshin nga të gjitha problemet e tyre që ata kanë. Hoxh, ju e thatë bukur që kur sillet ezani shejtani largohet, pra siç vjen dhe në hadith profetik. Por a ka ndonjë dhikër të veçantë në momentin që besimtari e bën atë, shejtani largohet prej tij? Po, është një dhikër special që ka të bëjë pikërisht me shejtanin e mallkuar, që është fjala jonë A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Madje, momentet kur njeriu nevrikoset, nxehet etj. Ka një ngjarje faktikisht në kohën e pejgamberit alayhis salam, ka qenë pejgamberi sa i ul me shokët e tij dhe dikush andej me ata kisha arrit në kulmin të bërtitmese, të nxehmese dhe i dërguar Allah sa i thot këtij që kishte afër, unë thot di një formulë që ai po ta thot tani do të qetësohet më një herë. Thotë pejgamberi Zotit, cila është ajo formula që t'ia çoj? Tha të thot A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Që ka kuptimin? Kërkoj mbrojtjen e Allahut prej të keqes ose kurthit shejtanit mallkuar. Dhe ky sahabi që ishte ngjit me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, shkoi dhe i tha: "Ej, thuaj A'udhu billahi minash shaitanir rajim." Ikoi thosëm çaj kokën. Ai ishte në kulmin e nxehjes. Edhe erdhi ky, a kupton? Pra ideja kush është? Pra thënia e njeriu A'udhu billahi minash shaitanir rajim, domethënë e largon shejtanin dhe e bën njeriu me të vërtetë që të qetësohet. Edhe po ta provosh në jetë për shembull, kur jeni në momentin nxeh, vetëm thuaj A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Kthjellohet njeriu, qetësohet. Hoxh, në mos gaboj, është një hadith tjetër profetik i cili citon dhe thotë që në momentin që dy bashortët e bëjnë këtë lloj dhikri, këtë lloj përmendje Zotit, atëherë fëmia, dhe nëse Zoti furnizon ato me një fëmijë, është i ruajtur nga shejtani i mallkuar. Cila është kjo që për njohjen e kur të teleshikuesve që ato ta njohin këtë dhe ndoshta edhe ta praktikojnë. Absolutisht, Zoti shpërbleft. Thot pejgamberi alayhis salam, kur dy bashkëshortet pra janë, le të themi, duke shkuar në atë momentin final, le të themi, të jetës, bashkëtohen në shtratin e tyre, po, nëse njeriu thot bismillah, Allahumma jannibna shaytana wa jannibi shaytana ma razaqtana. O Allah, o Zot, me emrin e Zotit, o Allah, na largo shejtanin dhe largoje shejtanin nëse na jep neve fëmijë. Largoja pra mbroje fëmin ton nëse na jep prej shejtanit mallkuar. Pra kemi dy gjëra. Pra i kërkon mbrojtje Zotit që mos tjetë shejtani në atë moment me ty dhe i kërkon mbrojtje Zotit që nëse Zoti t'jep fëmijë nga kjo marrëdhënie, ky fëmijë tjetë i ruajtur dhe i mbrojtur nga shejtani i mallkuar. Te do ta thonë si shprehje para se të zhvishen apo mas zhveshjes? Nuk ka lidhje, para kontaktit, para aktit, po, para kontaktit, para aktit, domethënë nuk ka lidhje pastaj. Hoxhë nderuar, dhikrat edhe përmendjet e Zotit janë aq të bukura, aq të mëdha edhe aq në dobi të besimtarëve, sa që ato, siç e thatë dhe ju, kjo ajeti sjellin qetësi njeriu, Zoti i mbron, ja largon shejtanin, i sjell sevape në jetën e kësaj bote, ja mbush librin me vepra të mira, në botën tjetër e mbush xhenetin. Por është një dhikër i veçantë që kur e thot besimtari atë, Zoti e ruan atë nga shejtani, kur del nga shtëpia e ruan nga shejtani në gjatë ditës. Shumë interesante është faktikisht se ne domethënë shumë gjëra i bëjmë në jetë të ndikuar nga le të themi energjitë e iblisit, shejtanit. Tha pejgamberi sa nëse njeriu kur del nga shtëpia thot bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwata illa billah. Që do thot në gjuhën shqipe me emrin e Allahut, jam mbështetur Allahut, nuk ka fuqi dhe pushtet për të arritur të mirën apo për të larguar nga e keqja vetëm se me Allahun, thot se subhanallah, pejgamberi sa na jep le të themi kështu një pamje çfarë ndodh me njeriu kur del nga shtëpia. Kur del nga shtëpia mbledhen shejtan. Se duan ta shoqërojnë. Nëse njeriu thot këtë fjalë, ju thot i pari i grupit, thot largoni prej këtij se ky është i mbrojtur edhe i ruajtur. Është i mbrojtur dhe i ruajtur.
Ose ka dhe një dhikër tjetër që thotë Allahumma inni a'udhu bika min adh-dhilli aw dhal aw azilla aw zal aw adhlima aw yudhlam alayya. Thotë Allah, unë kërkoj mbrojtjen tënde që të humb apo të humb të tjerët, që të rrëshqas apo të bëhem sebeb për të rrëshqitur të tjerët, pra devijojnë të tjerët, apo që të bëj padrejtësi apo të bëhet padrejtësi. E njëjta gjë kur futet njeriu në shtëpi. Çfarë ndodh? Kur njeriu shkon të futet në shtëpi, mblidhen prapë ata, grupi që duan ta shoqërojnë. Në momentin që njeriu hap derën e shtëpisë dhe thot Bismillah, Bismillahi walajna, wa bismillahi kharajna, wa ala Allahi rabbina tawakkalna. Pra, me emrin e Zotit dolëm, me emrin e Zotit po kthehemi dhe Zotit prapë jemi mbështetur, ju thot ai kryetari i grupit, le të themi, kryetari i grupit gatshëm, komandanti i grupit gatshëm, ju thot, "Ej, stopohuni se nuk mund të futemi në këtë shtëpi, nuk mund të kemi në të as ushqim dhe nuk mund të strehohemi në të." Atëherë besimtari duhet përdorin fjalën bismillah dhe kur hyn dhe kur der dhe kur ha dhe kur mbulon gjërat në shtëpi. Absolutisht. Janë dy ajete kuranore, janë dy sure kuranore të cilat përdoren në formë dhikri për të mbrojtur nga magjia dhe nga syri i keq dhe nga dëmi i xhinëve dhe njerëzve në mos gabojë hoxh. Kush janë këto për të mirën e teleshikuesve që ato të jenë të informuar? Dy surat e fundit të Kuranit kemi kul a'udhu birabbil falaq dhe surën kul a'udhu birabbin nas, edhe faktikisht ajeti kursi që e mbron njeriu nga darka deri në mëngjes dhe nga mëngjesi deri në darkë. Pra nëse thot në darkët është i ruajtur nga një melek deri në mëngjes, dhe nëse thot në mëngjes është i ruajtur nga një melek deri në darkët, ndërsa kul a'udhu birabbil falaq dhe kul a'udhu birabbin nas janë enkas dhe më posaçërisht për punët e mësyshit, për punët e magjive, po edhe ajeti kursi gjithashtu ka fuqinë e vet. Por dhikrat të veçantë në lidhje me shërimin e një sëmundje ose largimin e një mërzie. Atëherë dhikri më i mirë për këtë lloj situate është leximi i El-Fatihas, sepse vetë El-Fatiha e thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është el-kafie esh-shafie, mjafton për gjithçka dhe shëron gjithçka. Allahu të shpëlbeft thotë. Amin edhe juve. Të nderuar teleshikues, ne sot folëm për përmendjen e Zotit, për dhikrin e Zotit. Ju gjithsesi mund të riktheheni librave të cilat përmendin këto shprehje profetike, siç është libri Mburoja muslimane dhe libra të tjerë. Ritakohemi sërish në emisionin ardhshëm. Selam aleikum.